Qa jam mine shqiptarët, mure që jemi. Nuk e di pse na pëlqejnë gjërat e nxituara. Shpejtësinë e kemi qef. Vajtëm sot për t'iku në Shqipëri me avion. Aty te avioni krijuam një radhë kështu pa kuptim e një shtytje. Shtyni njëri tjetrin, hore, pa lidhje. Po më falni një minutë. Duke e menduar me qetësi, unë e kuptoja që secili kishte serdilën e tij dhe do uleshim atje se kemi me numër. Nuk është se kush vajti më përpara atje gjeti vend e tjerët mbetën pa hyrë në avion. Dhe avioni nuk nisë, po nuk na uli gjithve. Po prap e kemi sëmundje. Do shtyhemi një çik, do zihemi një çik. Vajtëm neve që thatë ju të avioni, po dhe këta të kompanisë, sa avionve, si kur na i bën me kastilën e shqiptarve, more, si kur kanë qef të zihemi një çik ne. Na vën burin në sendilet e para, gruaja në të fundit, dhe qilimin të na mezi. Tani si do bet bashkë familja. Atëherë u ngrit burri, edhe erdhi tek ajo që ishte ngjitur me mua, i tha më fal zonjë, tha. Mund të ndrosh i vendi, tha, ti kështi tek ajo imja atje, se dilja ime, tha, edhe unë vi këtu, tha, se kam gruan. Kur ju hodha ajo? Po mirë, ore, tha, se unë që s'pas kam burr, tha, duhet idhem sa ndaj këtej, unë kam numrin e biletës dhe nuk lëviz nga vendi, tha, ti bëj çfarë duash. Filloi kimi. Moj zonjë, tha, po unë kam gruan këtu, pse të rriu gruaja vetëm këtu, kur unë jam këtu. Murti, thosh ajo, unë kam numrin e biletës, dua t'ja di se ke gruan a kush je ti. O burr, thash, po lerë, mëse s'ka gjë, more, 3 orë udhëtim është, do bëjmë si të bëjmë. Në kohën që burri po debatonte me këtë që kisha në krahun e majt të ndrohej, të ulej ajo ku ishte burri dhe burri këtu, vin një burr dhe më thot mua, zonjë, thot, ngriu ti që andej, thot, se do ulet gruaja ime në krahun e djathtë tënd, thot, dhe unë aty ku je ti, thot, edhe ti ikte vendi im. Thash, më fal, thash, burri im është duke ndruar vendin tani me këtë zonjën këtu, që të ulet burri im këtu me mua. Aty burri, sa dëgjoj që po debatoja në qikun, filloj sherrin me këtë tjetrin. Filluan u zun keq, u respondaheshin. E ziza, thash, ç'na gjeti, erdhën styardesat, filluan styardesat të ruanin qetësinë e klientëve. Si përfundim, nuk e di se si na zgjidhen në ky kokolëmshi që ishte i pleksur, e mbasi na qetësuan styardesat, vajtëm të uleshim në përvendet që ato na caktuan, unë me burrin tim, ai burri me gruan e tij, kjo gruaja që ishte pa burr, për hesapin e saj. Sa do vemi të uleshim te sedilja, kur dëgjoj një sherr të madh për valixhet, pse ke vënë ti mbi kokën time, edhe unë duhet vëtimen e ulurisnin e bërtisnin, kur shkëputet një valixhe që tha ty edhe ku vete, bjen kokë të zëmbylles. Ai deshi krimi, një të marr flak prap ky tani. Një të filluar një sherr me ata që ishin duke bërë sherr, o bën një sherr i madh prap se prap. Edhe avioni, çfarë bëri avioni? Kështyti kohën. Nuk mund të nisej në orarin e caktuar. Dhe neve që kishim lënë takim te dentistja, të venim në orarin e duhur. Po tani, kur do mbrim neve? Si përfundim, filluan styardesat prap, ti qetësonin situatën, të sistemoni valixhet, të më vinin një kështu me akull, një kompres me akull në kokë që të qetësohesh koka ime. Thash më në fund një herë, të vetë me burri u kujdes për kokën time, se kur më ka në shtëpi do të di fare se më dhëm koka, se s'më dhëm koka. Na njerë qa ka shu në dorë, e vërvita ai, pavarësisht se vihet e koka ime, s'do të di ai. Po këtu në publik, të paktën, u bë copa për mua, kjo ka rëndësi. Nejse, si përfundim, kur erdhën për të zbritur e njëjta situatë, sherri prap se do fillonin për të zbrisur përpara. Shty dhe problemi është se kur je duke zbritur, çfarë ndodh? Aty mund të hash edhe saltro të pa parashikueshme, edhe mund të kesh dëmtime të parushme në shkallët e avionit. Edhe filluam aty sherrin prap sherr, që unë po mundohesha burrin ta hiqja gjithmonë sherrin, siç jemi ne femra paqësore, lere burri, lere, nuk ka problem, do qetësojmë, do kaloj. Edhe burri që, si burra, do me thënë që do t'i shkoj ajo e tia. Nejse, bëm si bëm, zbritëm aty nga avioni, vajtëm në aeroport, mbaruam punë me vrap, taksin, shpejt arrin në orar të dentistja, ishe e parë që e njeh këtë dentiste, se gjitha më përpara që kisha qenë, ca më lini veglat brenda, ca të tjera më hiqnin dhëmbin e gabuar.
Ca më vinin mbushje që sa dilja nga klinike tyre kishte rënë mbushja. Historira nga më të ndryshmet. Provova një të re që kisha dëgjuar që ishte e mirë. Edhe i shkruajta, do na falësh erdhëm me vonesë në Shqipëri sepse u nis vonë nga Anglia avioni. E kuptoj ajo që zymbyllja vinte nga Anglia. Edhe më thotë s'ka problem, tha, kur të duash, kur të mundesh. Kërsa hy unë more te klinika. Tha jo, dentistja, mos je zymbyllja? Po, tha, zymbyllja jam. Hajde, tha, hajde shpejt. Brënda, tha, urdhëroni. Këta të tjerë doktoresha, po jemi ne. Prisni, ju prisni, tha. Ha, thash, e hapi rrugën Poundi, se e ka kursin të lartë. Krasor. Kur e pa jo gojën time ngeli e shtangur. Wow, tha. Po i paske gjitha dhëmballët Florinj, tha. Po, thashu. Po sa vite ke me këto dhëmballët, tha? Thash, 97 në motra, thash, i mora i shkriva të gjitha bijuteritë e mia që kisha Flori, thash, edhe i ngjita në dhëmball, thash. Vetëm kështu e shpëtova Floririn timun, thash, ose ndryshe, thash, do ma kishin rrëmbyer këto bandat, të kujtojnë bandat e 97-s? Sa e zgjuar që je treguar, tha. Po sot, tha, çfarë do bësh me Florinin? Doj ta heqësh në dhëmball, ta shkishe ta bësh prap bizhu? Jo, thash. Jo, doktoresha, thash, nuk dua t'i heq dhëmballët, dua t'i mbaj, po kam ardhur të vëj një alarm. Se çfarë ndodh, moj doktoresha, thash. Unë kur flë gjumë tani, si mund të ta them, Ungaria i shumë sa që hapet goja komplet dhe mund të më dallojnë dhëmballët Flori. Po mund të më zërë gjumin në autobus në njërë, se udhtoj 2 orë për të vajtur në punë. A mund të më zëri në trena, në aviona. Edhe mi marrin mi shkullin pastaj dhëmballët. Kështu që dua të gjesh një mënyrë si të më bësh alarm që sa të afrohet dikush për të mi shkullur, të bjerë këmbora, të bjerë alarmi. Wow, tha doktoresha. Kisha bërë mbushje, zbrazje, shkullje, ngjitje, shqitje. Alarm, s'më kish kërkuar njeri, e para zymbyllë, tha, që më kërkon alarm, tha, dhe do mundohem ta gjej një mënyrë. O, që da gjesh ti, thash, kam shumë besim. Edhe gjeti ajo, gjeti alarmin. Po alarmi bie sarë që unë ha buk tani, ore, unë ha qik buk, cër, alarmi. Që më gjeti jam në halë të madh tani, ore, nuk di qa të bëj tani. Më duket si kur vajta i prisha pun vetes unë. Ore, po bezis dhe të tjerët kur hapa, lere vetën ti me një. Kam frikë ta ushqim. Do ta vetëm qull tani, se po për ty pa diçka, fillon alarmi. Që më gjeti, qa halli mëzuri, jam bërë t'i shkull të gjitha, ti shkull, po, me qa do ha? Më ngërë të mort, jam ngërë. Që i bëra vetës. I ka unë se jam për ty dhe ju gjoni këtu juve, për të gjuar video me humor, ndihni komedi nga larg. Kalofshi bukur.